Nikoli, disa ditë më parë, organizata Coplen ka prezantuar raportin tek monitorimi alternativ për cilësinë e ajrit, ujit dhe nivelin e zhurmave. Cilat janë gjetjet e këtij monitorimi? Atëherë duhet të ta vë pak në kontekst diskutimin për sa i përket këtij raporti të vitit 2025 në kuadër të projektit Greenel për sa i përket mbështetjes për projekti për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, i financuar nga ambasada suedeze dhe i udhëhequr nga Coplan Vis Albania dhe Cos Albania ndërmorën kanë mund të themi një komponent shumë të rëndësishëm për sa i përket monitorimit të elementeve mjedisor. Dhe në kuadër të këtij monitorimi janë realizuar vit mbas viti monitorimet për sa i përket si cilësisë ajrit dhe cilësisë ujit, po ashtu dhe të zhurmave. Ndërkohë në vitin 2025 duhet të themi që kemi organizuar matjen e cilësisë së ujit dhe të ajrit në 6 qytete të Shqipërisë, pra në trupat ujore të këtyre qyteteve të Shqipërisë, si dhe për sa i përket cilësisë së ajrit në 800 pika, 300 pika në Tiranë dhe nga 100 pika për secilin qytet kryesor të Shqipërisë. Po ashtu, këto janë për sa i përket pajisjeve të lëvizshme për sa i përket monitorimit të cilësisë së ajrit, po ashtu kemi edhe pikat stacionare të monitorimit të cilësisë së ajrit që monitorojnë në 24 cilësinë e ajrit dhe shohin, mund të themi, trendin përgjatë gjithë kohës kur projekti shtrihet. Për sa i përket gjetjeve kryesore, mund të them që Tirana ka një risi, mund të themi, sepse për sa i përket pikave PM2.5, pra ndotjes së PM2.5-s dhe PM10-s që janë grincat e pluhurit në qytetin e Tiranës, kemi mund të themi që janë pothuajse ose në masën më të madhe janë në normë, por ndotja qëndron për sa i përket CO2-shit, pra dioksidit karbonit dhe dioksidit të azotit që janë, mund të themi, shumica e pikave disa herë mbi normë, pra që ndodh nga aktiviteti i lartë i lëvizjes i transportit në këtë rast, që e shkakton, mund të themi, këtë ndotje disa herë më të lartë dhe mund të ketë edhe impakt edhe në sistemin respirator të frymarrjes për sa i përket njerëzve apo ekspozimit në popullat. Për sa i përket qyteteve të tjera, Durrësi mund të themi që ka një ndotje të lartë për sa i përket PM2.5-s dhe PM10-s, pra grincave të pluhurit në ajër, por si pasojë ndoshta edhe ajrosjes kemi një deri diku në normë për sa i përket CO2-shit dhe NO2-shit në Durrës. Ndërkohë në bashkitë e tjera në përgjithësi, mund të themi në Shkodër, në Korçë, në Fier, në Elbasan, po ashtu kemi sasi ose mund të themi që parametrat përgjithsisht janë mbi normë, në pikat caktuara disa herë mbi normë ose pak mbi normat e lejuara të cilësisë ajrit. Kjo në kuadër edhe të mund të themi të normave të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe të legjislacionit shqiptar. Në cilat qytete konkretisht cilësia e ajrit rezulton shqetësuese për qytetarët? Për sa i përket cilësisë ajrit, siç e thash, Durrësi ka ndotje pra të lartë për sa i përket grincave PM2.5 dhe PM10 dhe qytetet e tjera siç është Fieri, po ashtu Korça, po ashtu edhe Elbasani kanë përgjithsisht ndotje të lartë mbi normat e lejuara. Edhe Shkodra së fundi në disa pjesë, pra në rreth 60% të qytetit ka ndotje mbi normë. Vërehet një trend i çuditshëm. Nuk është i çuditshëm, por vlen të theksohet që kryesisht të gjitha elementet e ndotjes janë shumë të lartë në periudhat e dimrit, sepse edhe djegja, pra i shtohet edhe djegja tjetër atmosferike për ngrohjen dhe përdorimin për ngrohjen, dhe kjo
mund të themi që rrit edhe ndotjen në ajër për sa i përket cilësisë ajrit, siç thash, dhe përgjithsisht në muajt e dimrit të gjithë elementët janë mbi normën e lejuar dhe këtu dhe mund të kemi një ashpërsim, mund të themi një përkeqësim të situatës së cilësisë së ajrit në periudhën e dimrit, dhe kjo është edhe konfirmuar edhe nga matjet tona stacionare, pra lloji tjetër i matjes që ne e konfirmojmë në 24 orë në 24 orë, duke parë edhe mesataret e ndotjeve ditore të gjithë muajve, mund të themi. Nëse do të përshëndrojmë tek Tirana, cilat janë ato zona të qytetit që janë më të ndotura? Për sa i përket Tiranës, mund të themi që janë zonat, mund të themi, tradicionale, ku është zoguzi në përgjithësi, apo kryqëzimi 21 dhjetorit vazhdon të jetë mbi norm, po ashtu rruga e Kavajës ka, mund të themi, me luhatje, por përgjithsisht është mbi norm dhe disa herë mbi norm. Dhe zona përreth qendrës që është pak a shumë zona ku edhe ka dhe mban edhe qarkullimin, mund të themi, më të lartë të lëvizjes edhe të makinave, po edhe të trafikut apo të bllokimit të trafikut, dhe këtu edhe është edhe ajo që mund të themi që shkakton ndotjen më të madhe, dhe po ashtu kjo lidhet po ashtu edhe me ndotjen akustike, që është elementi tjetër që ne masim, pra këto dyja shkojnë në mënyrë paralele për sa i përket ndotjes, si akustike dhe si të ndotjes së ajrit. Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj ndotjeje? Për sa i përket shkaktarëve kryesorë, siç tham, shkaktari kryesor është lëvizja ose qarkullimi i flotës të amortizuar të makinave, mjeteve teknologjike, ku edhe emetimet e tyre janë më të mëdha se sa emetimet e disa makinave ose mjeteve teknologjike të reja, dhe kjo mund të themi shkakton dhe përkeqëson situatën e ndotjes së ajrit, sidomos në qytetin e Tiranës. Po kjo kombinohet shpesh edhe mund të themi, me aktivitetet ndërtimore apo me bllokimin të ashtu quajturave, mund të themi, kanale qarkullimi të ajrit, dhe kjo vjen normalisht edhe nga urbanistika ose nga, mund të themi, implementimi i projekteve të ndryshme, hapja e kantiereve, po ashtu është ndikim shtesë, apo zhvillimi i kantiereve të ndryshme të ndërtimit është zhvillim shtesë ose ndikon, mund të themi, një faktor tjetër që ndikon në përkeqësimin e cilësisë së ajrit. Monitorimi i Coplen është fokusuar gjithashtu në ndotjen e ujrave, duke analizuar mostrat në 9 liqene dhe 5 rezervuar. Cilat janë gjetjet e këtij monitorimi? Për sa i përket ndotjes së ujrave, ne është i fokusuar, pra marrim gjetjet nga 5 iniciativa që financohen nga projekti Greenal, dhe njëra nga ato është për sa i përket që përmendni ju, për sa i përket disa trupave ujor, pastaj mund të themi që iniciativat e tjera kanë fokus edhe të ndryshme në trupat ujor që përgjithsisht përdoren për bujqësi, apo në trupa ujor që përgjithsisht përdoren për rekreacion, apo edhe për ujë të pishëm. Po ashtu edhe mund të themi edhe në ndotjen e ujrave ose trupave ujor lumor, që është edhe një iniciativë mund të themi, e përbashkët ndërmjet projektit të Greenal dhe botës akademike, në këtë rast Universitetit Polis, që merr, mund të themi, metodologjinë e monitorimit të trupave ujor dhe e praktikon me kurrikulat akademike dhe studentët në mënyrë që të zhvillojnë orë laboratorike shtesë në kuadër të monitorimit mjedisor. Dhe në këtë kuadër kemi disa trupat që mund të themi që rezultojnë të ndotur. Kemi një trup ujor që është në afërsi që mund të themi në afërsi të Fierit, është kanali Hoxharës, që rezulton i ndotur ose mbi norm në 18 komponent, nga 18 në 12 komponent të tillë rezulton mbi norm, dhe më pas kemi edhe trupat ujor të tjerë në përgjithësi që mund të jenë liqene ose rezervuare që përdoren kryesisht për bujqësi, siç mund përmendim
liçenin e Treganit në Elbasan apo liçenin e Belshit apo të Tafanëve në Belsh. Po këtu nuk përjashtohet edhe ndodhja në liçenet e mëdha siç është liçeni i Preskës apo liçeni i Shkodrës apo liçeni i Vautëdejës që kanë përgjithsisht ndotje organike dhe këtu do përmend edhe liçenet që mund themi janë në të ekspozuar apo impaktojnë më shumë edhe jetën e komunitetit, siç janë liçeni i Tiranës, liçeni i Farkës apo edhe liçeni i Bovillës që janë mund të kemi pra shikohet që ka ndotje të lartë organike, por normalisht kjo me trajtimin e duhur është brenda, pastaj kalon brenda normave të cilësisë së përdorimit të ujrave patjetër. Po për nivelin e zhurmave, çfarë mund të themi? Cilat janë qytetet problematike dhe cilët janë shkaktarët? Për sa i përket nivelit të zhurmave, normalisht Tirana edhe nga mund të themi nga jeta intensive që ndodh apo edhe nga përdorimi mund të themi i shpesht, më i shpesht i automjeteve e tjerë, sepse shkaku kryesor mund të jenë automjetet, por jo vetëm kaq, është mund të themi edhe zhurmat përgjatë mund të themi zonave më të zhurmshme apo jetës së natës, mban rekordin Tirana ku në rreth 80% të rasteve pikat e monitoruara nga iniciativat e Greenal janë mbi normat e lejuara dhe mati është bërë e tillë që është mat një pik në tre kohë të caktuara, në mëngjes, në drekë dhe në darkë, dhe kjo është marrë pra mesatarja për sa i përket ndotjes nga zhurmat dhe rezulton që ka shifra të caktuara, shifra rekord për sa i përket ndotjes akustike. Çfarë masash duhet marrë institucionet për të përmirësuar cilësinë e ajrit, ujit edhe nivelit të zhurmave? Ne në fakt mund të themi që si nisëm është një nisëm që ka filluar që nga viti 2018 për matjen dhe monitorimin e cilësisë së ajrit dhe të zhurmave, dhe më pas është pasuruar me matjen e cilësisë, monitorimin e cilësisë së ujit, dhe nga viti në vit ne shikojmë që ka një farë ndërgjegjësimi, mund të themi, ku institucionet të ndryshme po ndërmarrin, kanë filluar të ndërmarrin hapat e parë për sa i përket mund të themi planeve apo dokumentave strategjik për përmirësimin e cilësisë së ajrit apo reduktimin e ndotjes në ajër apo reduktimin e ndotjes në ujë. Tu do të përmend Bashkinë Tiranë që ka ndërmarrë një nismë të tillë dhe po shkon drejt hapave ku po përpiqet. Pra është një rrugë e vështirë, plot sfida, por përpiqet që të integrojë këto dhëna në mund të themi në fillimin e zgjidhjes së këtyre problemeve që deri dje ishin mund të themi probleme që dukeshin shumë të largta, por po ashtu ishin relevante për sa i përket territoreve të caktuara. Po ashtu Agjencia e Menaxhimit të Ujrave, Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Ujrave, po ashtu ka ndërmarrë një sër projektesh dhe këtu për sa i përket cilësisë, monitorimit cilësisë ujrave, ku përmend një projekt tjetër të rëndësishëm, EU for Rivers, që merret kryesisht me parafrimin si të direktivës ligjore për sa i përket monitorimit të ujrave, por edhe përmirësimin apo reduktimin e ndotjes në trupat ujor. Dhe po ashtu edhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka ndërmarrë disa hapa me mbështetje përsëri të huaj për përmirësimin e monitorimit të cilësisë së ajrit, por kjo është një sfidë që është, mund të themi, horizontale dhe nuk i përket një institucioni, i përket minimalisht disa institucioneve dhe po ashtu përgjigjja ndaj këtyre problemeve do të ishte ndërinstitucionale ku veprimet duhet ishin horizontale, ku mund të marr një shembull, për shembull politika për eficiencën e qarkullimit të automjeteve do të ishte e nevojshme apo përmirësimi apo pasurimi mund të themi me gjelbrim urban në zona të caktuara për të krijuar mund të themi përthithje më të lartë të dioksidit karbonit apo dioksidit azotit nga këto bimë,
në mënyrë që mund të përmirësohet, mund të reduktohet ndotja e ajrit në ambient, kryesisht në zonat që mund të jenë pak më të ekspozuara. Pra, ndër veprime të tilla apo veprime të tilla do ta lehtësonin shumë, do ta përmirësonin shumë cilësinë e ajrit, po ashtu edhe cilësinë e ujit, dhe duhet të jetë, po kjo gjë duhet të jetë më intensive dhe të shikohet me këtë sy dhe me këtë qasje që të kemi një proces sa më proaktiv ndërmjet si organizatave të shoqërisë civile, po ashtu edhe nga institucionet ku duhet të ndërveprojmë së bashku që të përmirësojmë aspekte të tilla që janë mjaft me impakt në jetën publike të popullatës. Këto shqetësime janë ngritur dhe më herët. Ju si e keni parë angazhimin e institucioneve për t'i dhënë zgjidhje këtyre problematikave? Për sa i përket ne thamë është viti po bëhet, mund të themi viti i 9 që ne merremi direkt me këto monitorime dhe mund të them që angazhimi ka ardhur në rritje. Në fillim ka patur sfidat e veta, sepse normalisht edhe institucionet duke parë edhe mënyrën mund të themi të qasjes së dhënave, që dhënat janë publike për gjithë, metodologjia e punës është publike, mund të aksesohet nga kushdo, kanë patur dyshimet e veta edhe në cilësinë e dhënave, por më pas duke u përpjekur që të ndërtojmë, mund të them, një dialog konstruktiv, sepse ne nuk tentojmë të zëvendësojmë, mund të themi, të dhënat apo kompetencat që duhet kemi këto institucione. Ne këtë e bëjmë në kuadër të ndërgjegjësimit për të kuptuar thellësinë e problemit që ka, mund të themi, ndotja e ajrit dhe ndotja e ujit, në mënyrë që të krijojmë mekanizma që të vihen në lëvizje institucione të tilla dhe të ndërmarrin veprimet e duhura në territor. Dhe mund të themi që në këtë pikë ka një farë lëvizje, pra ka një lëvizje graduale në rritje në kuadër të institucioneve që janë kompetente për gjë, por duhet bëhet shumë më shumë. Duhet të kalohet pra në masa konkrete dhe duhet të intensifikohet ndërmarrja e masave të tilla për përmirësimin si cilësisë së ajrit dhe po ashtu cilësisë ujit. Nga këto gjitje të fundit, sa afër dhe sa larg standardeve dhe parametrave të Bashkimit Evropian jemi sot? Siç e thash, ne përdorim vetëm, pra kemi dy shkallë të normave, normat për sa i përket legjislacionit shqiptar dhe normat për sa i përket standardeve të Bashkimit Evropian, dhe normalisht ato të dhënat që ne nxjerrim janë të dhënat që maten me normat e Bashkimit Evropian. Normalisht ne këtu kemi shumë punë, sfida është goxha e madhe dhe siç thash, pra 80% e pikave të cilësisë të nivelit zhurmëve janë mbi normat e lejuara të BE-s. Pra, kjo automatikisht vën kufinin ndërmjet normës së BE-s dhe gjendjes ku jemi ne, dhe siç thash, për sa i përket cilësisë së ajrit, ku kemi, mund të themi, pika të veçanta dhe pjesë të veçanta të qyteteve tona që janë disa herë mbi normë, do të thotë që kemi shumë punë që të kapim dhe të arrijmë normat e Bashkimit Evropian, por këto sfida janë sfida edhe për vetë vendet të Bashkimit Evropian, jo vetëm për ne, duhet ta themi, por që ne duhet të punojmë fort në këtë pikë në mënyrë që sparit të kemi impakt sa më të ulët në popullatën që është e ekspozuar për shëndetin e shqiptarëve dhe më pas për arritjen mund të themi, e standardeve apo normave të lejuara nga Bashkimi Evropian në kuadër edhe të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE.